Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi zhvillimet e fundit në vend teksa qytetarët shqiptar vijojnë protestat kundrejt qeverisë së kryeministit Edi Rama pas asaj që ndodhin në Zvërnec, por tashmë protesta ka marrë për masa të tjera dhe shkon përtes Zvërnecit. Por çfarë do të thotë kjo protestë në ditët e sotme ku është një protestë qytetare dhe nuk merr parasysh asnjë lloj ideologjie politike në këtë rast? Për të folur për këtë çështje, ne kemi të ftuar aktivistin Vladimir Dyshniku. Zoti Dyshniku, përshëndetje. Zoti Dyshniku, sipas jush, çfarë do të thotë kjo protestë e cila tashmë ka hyrë në ditën e 8 të saj? Unë personalisht i përmbahem parimit që në një shtet demokratik protestat duhet të jenë gjërat më të zakonshme, jo vetëm masive, siç janë këto, por dhe të një individit vetëm. Rëndësi ka kauza të cilën e përfaqëson individi apo grup individësh apo një sasi e madhe e qytetarëve, siç ka dalë të rrallë. Se nga qëndrimi që mbahet ndaj protestave varet dhe shkalla e demokracisë, e lirive dhe drejtave të njeriut nga majoranca, qeveria dhe klasa politike. Në rasti konkret, unë e mbështes këtë protest të qytetarëve, të rinjve, por kam edhe rezervat e mia në lidhje me këtë hetim, jo për ta kritikuar, jo për ta ignoruar këtë protest, po për t'i shtuar vlerat dhe që ky protest i shërbej në përgjithësi interesave të shumicës shqiptarëve. Dihet një shprehje popullore thotë që kur qan fëmia thotë jep si se ema. Pra fëmia qan kur do të pi, po një nën kur e dëgjon fëmin ose kur se dëgjon dhe nuk i jep për të pirë, ajo nën është kriminale. Se nuk duhet ta lej fëmin të qaj derisa të vi gati për të vdekur. Kështu janë treguar të gjitha qeverit mbas rrëzimit të diktaturës komuniste, që nga ato të Sali Berishës edhe deri tani të Edi Ramës. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe që i ka rënë këtij populli dhe që sot këta e quajnë këtë demokraci. Për mua kjo nuk është demokraci. Dhe do mundohem ta shpjegoj një për një, edhe në ndihmë të protestuesve, edhe në ndihmë të atyre që kanë mendime ndryshe apo që bëjnë sikur nuk kanë këto mendime, po i fshehin këto mendime. Do përmend, ja vlen, besoj, një thënie, një perifrazim të analistit Shkullaku, që tha, në bulevard, po lind gërmadhash një jetë e re. Por e ka thënë Schilleri ato. E ka thënë dhe Migjeni. Jo, Migjeni s'ka thënë, jo, s'ka thënë gjë të tillë Migjeni. E ka thënë. S'ka rëndësi, jo, pra, se kush e ka thënë. Jo, ka rëndësi sepse nuk e njohin fare, e kupton? Është shprehje e shkrimtarit gjerman Friedrich Schiller dhe ja atribuojnë Migjenit. Unë përmbahem te shprehja. Pra, zoti Shkullaku e pranon që deri më sot ne jemi gërmadh. Shqipëria është gërmadh dhe unë e mbështes. Është një gërmadh, por po tham që shteti jonë është gërmadh. Në radhë parë unë mendoj se është shoqëria jonë gërmadh. Se ka arritur që shumë pak protesta qytetare janë bërë në Shqipëri të 35 vjet. Protesta zakonisht i kanë bërë partitë politike thjesht për të marrë pushtetin ose për të rrëzuar nga pushteti atë që është në pushtet. Dhe kjo është fatkeqësia jonë. Por në këtë drejtim bien kundërshtim me kërkesat e protestuesve që thonë Berisha në burg, Rama në burg. Rama i jep dorëheqje. Këto janë kërkesa maksimale, sepse u fillua me mbrojtjen e Zvërnecit, me mbrojtjen e atyre që e kishin emrin ato zojt. Flamingot, që ne si kishim dëgjuar emrin më parë, dhe përfundoi te Rama në burg dhe Berisha në burg. Tani që këta të shkojnë në burg, pra këta pas kanë bërë zullume të mëdha, pas kanë bërë krime të mëdha.
por pikërisht që të kalohet nga flamingot, nga mbrojtja e plazheve apo e zonave të mbrojtura, të kalosh direkt te burgu, unë mendoj se është një shkretire madhe. Po aty është thelbi se shkon përtej flamingove protesta sot. Po, puna është që ka arritur protesta të gjykoj deri në burgun e këtyre shkaktarëve, e këtyre anti-shqiptarëve, banditëve që e kanë shkatruar këtë Shqipëri, është një shkretire madhe, një heshtje madhe. Prandaj, unë mendoj se edhe ato partitë e reja politike që tentuan të shfrytëzojnë këtë protesta për kapitalin e tyre politik, por që kanë heshtur për turpin e tyre, duhet ishte bërë gjyqi politik i të gjithë zhvillimeve ekonomike, juridike, ushtarake e sociale të 35 vjetëve. Pa e bërë gjyqin, është një lloj sikurse të vi një pacient në spital dhe mjekët në vend të bëjnë analiza, të bëjnë konsulta, se të përcaktojnë diagnozën, të fillojnë të thonë largohu ti sëmundje, ose si puna e skeqet të ati cekes, hiqmë të largohu të laslek, hiqma të laslekun. Pra, të bërtasësh e të ullurish largohu apo futur në burg Rama dhe Berisha, pa i bë një analizë që pse u arrit deri këtu, u mendoj se nuk ka zgjidhje. Njëkohësisht një mungesë serioze e këtyre protestave është mungesa e drejtuesve, e organizatorëve. Fsheja atyre, në qoftë se ka qëllime serioze, qëllime në shërbim të demokracisë dhe shtetit ligjor të Shqipëri, atëre nuk ka pse fshihen. Edhe plumin ballë sikur ta marrin, duhet dalin përballë. Duhet dalin përballë në protesta, jo t'ia lënë dorën amatorëve, t'ia lënë mikrofonin njerëzve anonim, njerëz që s'kan asnjë lloj reputacioni, asnjë lloj niveli, po vetëm din të ulurin, din të shajnë, din të bërtasin, e din të kërcënojnë. Nuk është ky qëllimi i protestave. Aq më tepër të rinjve e studentëve që marrin pjesën te. Edhe aty, me sa shohun, nuk janë protestues njerëz shumë gjetur rrugëve. Janë njerëz serioz, njerëz intelektual, prandaj këto thirrje që bëhen duhet kishin ardhur crescendo. Edhe para fare duhet ishte bërë analiza. Por prap në ndim të atyre që unë përkritikoj. Unë i kam bërë analizën 35 vjeçare të politikës shqiptare, të gjithë zhvillimeve politike. Dhe kam arritur në konkluzionin që askush deri tash se ka përmendur, unë e kam përmendur edhe në intervista televizive, edhe në shkrimet e gazetës Sot. Për mendimin tim, unë kam arritur në përfundimin që në Shqipëri për 35 vjet është zbatuar një skenar kriminal anti-shqiptar për ta shndruar Shqipërinë në një shprehje gjeografike dhe shqiptarët në një vend kolonial ku pasuritë kombëtare shfrytëzohen nga kolonizatorët e huaj, pavarësisht se nuk cilësohen si të tillë, dhe shteti dhe qytetarët shqiptarë nuk kanë përfituar asnjë euro nga shfrytëzimi i këtyre pasurive. Kjo vërteton më së miri se ky skenar kriminal anti-shqiptar është realizuar plotësisht dhe për këtë fajtor janë Sali Berisha në fillim dhe Edi Rama. E kam thënë dhe po e përsërit. Historia botërore njeh shumë vende të pushtuar dhe të plaçkitura nga hordhit të ndryshme barbare në përbot. Por historia e njerëzimit nuk ka njohur asnjë vend ku të shkatërrohej dhe të plaçkitej nga pushtetarët vendës. Aq më tepër në shekullin e 21, kur në Shqipëri klasa politike mori përsipër ta bëjë Shqipërinë si të gjithë Evropa. Por këta i vun kazmë, bën të kundërtën. Pra, çfarë detyre morën ta? Por në këtë detim unë vë me shumë faj Bashkimin Evropian. Sot kur ngrihen gjithë të protesta, gjithë kjo rëni, kanë 8 ditë, pavarësisht nga preteksti i flamingove apo i zvërnecit. Këta kanë shfrytzuar autoritetin dhe emrin e familjarëve të presidentit Trump për ta bërë mediatike. Se po mos ishte shqiptar, ishte dikush tjetër, apo ishte shqiptar, s'ma merr mendje se do shkruante media botërore për këtë punë. Prandaj, unë mendoj se nuk është kjo arsyeja e rezultatit, e efektit të kësaj proteste, po ja pikërisht
pjesëmarrja në këto evente, në këto kritika të kësaj familjes Trump, që edhe në Amerikë kuptohet për problemet e tyre, luftën politike që bëhet atje, e ka përdorur, e ka shfrytzuar këtë rast. Tashti, historia e jonë, e këtyre 35 vjetëve, ka bërë, do thonë, po ku e ke lexuar ti këtë skenar, do më thonë, ata kundërshtarë, që se pranojnë këtë. Nuk ka nevojë ta lexojnë. Populli shqiptar e ka pësuar në kurrizin e tij të gjitha tragjeditë 35 vjet. Shkatrimi dhe grabitja e gjithë pasurive kombëtare nuk ka ndodhur në asnjë vend të botës. Dhe kjo bëri që shqiptarët, rreth 2 milion shqiptarë të largohen nga vendi. Kjo është një tragjedi edhe është një krim i madh që s'ka ndodhur në asnjë vend të botës me kaq masivitet. Edhe në këtë formë. Por e keqja është se ndonë se shikon që ç'a bëhet në Shqipëri, prap ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato, të cilit unë i bëra një letër të hapur në gazetën Sot, po që as ka reaguar fare për këtë punë, çdo mend, ai thotë që është ky anonim që më dërgon mua letër anonime. Po ky shikon personin, nuk shikon problemin. Sepse u dik, sepse janë bashkëfajtor dhe bashkëautor me qeveritarë ata, me klasën politike shqiptare në të gjithë katravuar që ka ndodhur në Shqipëri. Ky ambasadori ka deklaruar që Shqipëria pas ka arritur rezultate të shkëlqyera, të jashtëzakonshme. Ku i pa këto rezultate të jashtëzakonshme? Ku i mori të dhëna ky? Po këto tash, ai vati mori pjesë, shoqëroi edhe protestat aty. A e pa protestën? Çfarë po thoshin protestarët? Bravo Sali Berisha, bravo Edi Rama? Apo akuzonin qeverinë edhe klasën politike për shkatrimin e Shqipërisë? Atëre, pse e mburrin ta të Edi Ramën se pas ka bërë namin në Shqipëri, pas ka plotësuar Shqipëria kushtet? Kush janë ato kushte? Pse nuk i deklarojnë? Pse s'bëjnë transparente? Po thonë Shqipëria ka plotësuar kushtet. Asnjë kusht s'ka plotësuar Shqipëria. E kam deklaruar dhe po e the prap. Në Shqipëri sot e 35 vjet nuk ka ekzistuar asnjë element i demokracisë dhe shtetit ligjor. Shumit janë shkelur me këmbë liritë dhe drejtat e njerëzit, shumica e shqiptarëve shtypen dhe shfrytëzohen egërsisht nga regjime kriminale antipopulore. Vendi komandohet nga krimi dhe korrupsioni kolosal. Nga një diktaturë. Bashkimi Evropian heshti edhe kur në 24 korrik të vitit 2024 bërë pazarin Berisha me Ramën dhe urdhruan besik të tyre deputet një miratuan ligjin famkeq të zi antidemokratik, antikushtetues të listave të mbyllura, me të cilët ky ligj vulosi që e nxori shqiptarët, i nxori jashtë loje, u dha çelësin në dorë. Pra ishte shkelje e nenit dytë kushtetutës, që thotë sovraniteti në Shqipëri i përket popullit. Tani me këtë ligj të mbyllura, sovraniteti i popullit, që populli jonë ka ngelur vetëm çelësat e kashët në dorë. Prandaj këta heshtin, prandaj e mbështesin Edi Ramën dhe këtë pushtet dhe këtë regjime i mbështesin sepse janë vetë bashkëfajtor me këta. Edhe heshtin dhe nuk ndihen. Tani çfarë ka bërë Edi Rama mbas Sali Berishës? Ne kishin shpresën dhe prandaj ky thot burrët më kanë dhënë mua me miliona vota. Ta dhanë votën sepse besuan se do ndryshoje, sepse i premtove popullit shqiptar se do ndryshoje gjithçka të keqe që ka bërë Sali Berisha. Po ky Sali Berisha i hapi arkivolin popullit shqiptar. Ky i vuri kapakun arkivolin. Ky e vdiq dhe çdo ditë shqiptarët po largohen nga vendi sepse nuk shohin asnjë lloj të mira, asnjë lloj shprese, asnjë dritë. Krimi dhe korrupsioni kanë mbuluar vendin. Shqiptarët rrinë për shtëpi të terrorizuar. Çdo ditë lajmet fillojnë dhe mbarojnë me vrasje, me prodhunime, me krime. Atëre ku është ky ndryshim? Në 2013, kur morim pushtet me gjithë mashtrimet elektorale, të parin vendim që mori ky që su bëri përshtypje Bashkimit Evropian ishte i mbylli gojën shqiptarëve të mos ankohen. U mbylli të gjitha zyrat. Që shqiptarët mos ankohen, mos këshillojnë, mos denoncojnë zyrtarët dhe korruptorët. Çfarë është merr Bashkimi Evropian? Bashkimi Evropian dhe gjatë 35 vjetëve, edhe kur ndodhi ajo përleshjet e 97-s, pruri Pelikani, nani na dajco bukjuve. Edhe nuk e parandoloi atë Sali Berishën. Pse? Duhet ku
Ku janë këta? Këta janë me përvojë, këta janë me përvojë. Nuk janë fëmijë këta, nuk kanë marrë sefte. Qeveritarët tanë po. Zoti Dyshniku, një moment se po anashkalim komplet pjesën e protestës dhe po merremi me Bashkimin Evropian sikur ne ka fajet Bashkimi Evropian. Jo, bashkan, se ajo i ka thënë zemrë. Shiko, në qoftë se protesta do trajtonte këto probleme, jo, Rama ik, nuk, ti kërkosh dorëheqje Rama, do ti lutesh. Jo ti lutesh. Ramës dhe Berishës duhet nxjerr boja. Bashkimi Evropian duhet nxjerr boja. Se Bashkimi Evropian është fajtori i parë që në Shqipëri ka ndodhur gjithë këto gjëra. Pse? Shqipëria tha, Bashkimi Evropian, Perëndimi tha, në Shqipëri ka ekzistuar diktatura komuniste më e egër në botë. Dakord? Pra është ndryshe nga ishlindja komuniste, nga vendet tjera. Dhe bile, në ato vende ndodhi një vit para, s'kishte probleme sa atyre. Tani përderisa ti e përcaktuar Shqipërinë si diktatura më e egër komuniste në botë, atëre e meritonte ti bësh një trajtim i veçantë. Aq më tepër që do kalosh nga një sistem diktatorial në një sistem demokratik që pushtetarët tanë, klasa politike s'kishte asnjë lloj eksperiencë, asnjë lloj përvoje. Atëre, çaj takonte ta bënte, edhe një fshatar kur do të bëjë një kotec pulesh, bën një hesab. Me çfarë do bëj kotecin? Sa të madh, për sa pule, sa gjela, etj. Jo më të prishësh një shtet e ndërtosh një shtet. Pra këtu filloi ajo. Po cili shtet u prish, se po merremi me diskutime të kota, e kupton? Jo, këtu është thelbi. Po cili thelb pra, cili thelb? Shiko, kur bie tërmeti, kapet inxhinieri që e ka për projektin dhe ai që ka zbatuar projektin. Po pse fajet Bashkimi Evropian ti ka për atë gjë? Po. Bashkimi Evropian duhet ta ndihmonte, duhet ta sugjeronte, ta ndihmonte klasën politike që të hartohesh dhe të miratohesh me referendum popullor strategjia kombëtare e zhvillimit për kaluar nga një sistem diktatorial në një sistem demokratik. Këtë se bëri. Nga që supë kjo, Sali Berisha shfrytëzoi si ai thotë vujku mjekull do. Edhe i buri kazë në Shqipërisë. Këtu fillon e keqja. Nuk është jep dorëheqje ti. Pse do t'i lutesh ti dorëheqje? Pse ti thua? Nuk po i luten ata, jo. Nuk po i luten. S'ka lutje aty duket qartë që është një protestë qytetare që shkon për te partive politike dhe kjo është protesta të paktën më e sinqert ai sa shoh unë në 36 vite. Zoti Dyshniku, si e shikoni ecurinë e protestës dhe a mendoni se Edi Rama do të rrëzohet nga këto protesta? E thash edhe po e them prap. Në qoftë se protestës nuk i bëhet analiza pse është arritur në këtë gjendje, Edi Rama aty do rritë derisa të vdesi. Dhe Bashkimi Evropian s'ka për të tundur, në qoftë se nuk i themi që edhe ti je mbrojtës dhe mbështetës i kësaj klase, i kësaj diktature. Marim këtë ne, a bëhet fjalë për zvërnesin, për resort turistik? Edhe Sazani? Po mirë, kjo filozofia Ramës që turizmi do zhvilloj Shqipërinë, që për mua është kriminale. Pse mbështeti Bashkimi Evropian? Dhe pse vazhdohet të thuhet që turizmi është baza ekonomike e Shqipërisë, kur turizmi janë është 3 mujor fshatares? Edhe nuk thuhet që zhvillimi i Shqipërisë duhet të bëhet nëpërmjet shfrytëzimit të pasurive kombëtare me cikël të plotë. Po pse u bë? Pse e përcaktoi Rama turizmin si kryesori në zhvillimin e Shqipërisë? Sepse ai donte të justifikonte miliardat e euro për të ndërtuar gigantet, autostrada, porta, aeroporte, të cilat si kanë vlerë fare. Por si mund të përcaktosh ti turizmin si qëllimi kryesor për zhvillimin e vendit, si prioritet, kur për këtë punë nuk u bë asnjë strategji? Si do zhvillohesh turizmi? Nëse nuk zhvillohet, nëse qeveria s'do mbështeste sektorët që do mbështesin turizmin, si bujqësia, blegtoria, industria ushqimore, frutikultura, peshkimi e tjerë. Çka ka arritur deri më sot? Rama numëron vetëm sasinë e turistëve që vinë nëpër porte dhe aeroporte, por nuk numëron se sa tonelata domate e moll e speca e preshe e qep fshatarët tani hedhin kanale. Aerombracia, deputeti, para një muaj vajtjen në magazinët kryesore të Lushjes dhe tha,
të gjithë materialet që shiten, malla që shiten këtu në këtë zonë, janë vinë gjithë nga importi. Shkonin për supermarkete, gjithë mallat janë jashtë, nga jashtë vinë. Atëre, çfarë ndihmoi ky turizmi jon? Si e zhvilloi bujqësinë, industri? Çfarë ndihmoi tjetër? Asgjë tjetër. Por turizmi, unë po them edhe tjetrën. Përveç që shkatroi, që justifikoi shpenzimet e mëdha të rrugëve dhe portë aeroportet, që s'kan dhënë asnjë efekt në ekonominë tonë, se si arritur as pensionin së paktën, por qëllimi kryesor ishte që të fshihte kthimin e Shqipërisë në vend kolonial. Sepse të gjithë pasuritë kombëtare i ka shfrytzuar kolonizatorët, dhe shteti shqiptar nuk ka përfituar asnjë euro nga të gjitha ato pasuri. Fakti i fundit i Bankës Petroleum, që për 20 vjet ka shfrytzuar, ka përdorur, ka përfituar 30 milion ton naftë, dhe nga këto ka fituar 20 miliard euro, edhe shqiptarët s'kan paguar, s'kan fituar asnjë lek, është konkrete. Aq më tepër që prokuroria e Fierit i vuri dhe gjob bankersit 120 milion euro, vete Balluka me atë ministrin tjetër, Denaj, e thot të mos zbatohet ky vendim. Ky është turizmi jon. Për këtë do të moskuar Edi Rama. Jo i jep dorëheqjen, jo i do të japi dorëheqjen. Do të japi llogari, do të xhiret boja. Po kjo nuk bëhet në rrugë. Nuk rregullohet Shqipëria. Që të rrëzohet Rama, ata që kërkojnë rrëzimin e Ramës duhet të kenë dhe horizontin, që t'i bëjnë gjyqin 35 vjetëve, pse s'u bë? Dhe të thonë, çfarë strategjie do bëhet këtë tutje? Çfarë do të bërë? Edhe duhet zgjedhur edhe modeli i shtetit tek përvoja e cilit Shqipëria duhet të marrë për të bërë një Shqipëri demokratike. Po deri kjo në fillim nuk u bë. As me turizmin nuk u bë. Atëherë, për çfarë është kjo Europa që e mbështet? Çfarë pas ka bërë ky më kur populli është i varfër? Kur pensionistët 600.000 pensionistë marrin më pak se 200 euro. Ja i pyesëm prapë dhe këta në urmet jush. E pyes këta ambasadorin dhe Bashkimit Evropian, që e mbrojnë të. A mund të jetohet me 200 euro në mes të Parisit, të Londrës, të Vienës, të Romës, të Milanos? Një shqiptar, a mund të jetohet? Me 200 euro as një ditë, një natë hotel nuk zihet. Do thoni jo, po ç'net në Evropë do rrogemi me 200 euro. Po të gjithë mallet, gjithë pasurimet, gjithë shërbimet Shqipëria janë si të Evropës. Atëre pse në Shqipëri rrokan me 200 euro, edhe në Evropë në rrokan kaq? Atëre pse thonë që këtu është e mjaftueshme? Për këto do të protestuar, jo për flamengot, as për Zvërnecin. Se ato është sebepi, po thelbi është ky, edhe këtë do të kishim bërë këto 3 partitë e reja, që u fshehin këto ditë e fundit, janë fshehur, edhe dalin si qytetarë. Detyra tyre nuk është dalin si qytetarë në protestë. Do të udhëheqin protestën me mendime, me konferenca, po janë fshehur, pse? Ata din vetë se ku t'i shërbejnë. Për mua, ata janë të 3 partitë e reja, nuk i shërbejnë interesave të përgjithshme të popullit shqiptar. As demokracisë, as shtetit drejtor. Ja këto që them unë, nuk i kam përmendur. Dhe unë ja kam kërkuar, ja kam thënë zyrtarisht. I jepni mendime për këto. I kam dhënë në Facebook, i kanë lexuar. Po s'kan guxuar të japin përgjigje. Jo mua, të japin përgjigje problemeve që janë në Shqipëri. Asnjë nga ata nuk ka guxuar të bëjë gjyqin 35 vjetë. Pse është ka të nisur Shqipëria në këtë gjendje? Edhe ja kemi lënë dorë fëmijëve, të rinjve, studentëve. Ata s'e dinë se kanë atë përvojën. Pale doli njëri e t'ia tha, krijoni një parti të bulevardit ti. Nuk krijohet partia e bulevardit. Partia është do të udhëheqë shtetin, do të shtetin. Nuk ndërtohet në bulevard partia. Partia ndërtohet me mendime. Se pa dhe kur ndërtohet partia demokratike në fillim. Gjoja e rinia e rrezoi diktaturën. Çfarë rinia rrezoi diktaturën? Me Gramopaskun, me Edi Ramën, me Fatosnanun, me Gramosruçin. Këta i rinia. Kush e mori pasaj partinë? U bë ai programi i Partisë Demokratike në korridoret e shtëpisë së Gramos Pashkës. Kështu edhe tani. Pse s'dalin hapur? Pse i fshehen këto? Kush janë ta që drejtues që kanë frikë? Pse kanë frikë? E kanë frikë se me kanë frikë mendimet. Duhet të hapur, duhet të shqip. Edhe nuk krijohet partia e me kalamaj. Partia do me të gjithë ka nevojë, edhe për rini, edhe për pleqëri, edhe për të mesme, edhe për fshatar, edhe për punëtor, edhe për intelektual. Nuk ka kështu kuvizime. Në cilën vend botës janë
partia e rinive, partia e gocave, partia e çunave. Këto janë qëllime për të fshehur qëllimet e vërteta të protestës dhe edhe të interesave të atyre që janë mbas këtyre. Prandaj, unë e shoh, Edi Rama është terrorizuar. Edi Rama është terrorizuar, por protestat që ta çojë Edi Rama ta merrte zgupthi, duheshin edhe këto që po them unë. Duhen nxjerr boja Edi Ramës dhe Sali Berishës, se për 35 vjet këta i kanë bërë krime të mëdha. Edhe nëse klasa politike shqiptare, këto 3 partitë e reja apo të tjera që mund të lindin, nuk arrin në konkluzionin që këtu është zbatuar për 35 vjet një skenar kriminal anti-shqiptar, atëre kanë kot. Shqipëria nuk është shkatruar nga qefi, është shkatruar nga armiqësia, nga urrëtia për popullin shqiptar. Dhe neve personistët bëm 8 protesta para kryeministisë, as se fërshëlleu fare as ky, as media në përgjithësi, as OJQ, as ky ambasadori i Bashkimit Evropian që parakalonte në bulevard me LGBT dhe nuk dënjoi të tregonte njëri të vinte aty te protestat tona. Janë 600.000 pensionistë që kanë derdhur djersën, ja ato pasuri që shfrytëzohen sot, janë djersa dhe gjaku i këtyre pensionistëve. Dhe që sot tallen, e trajtohen. Edhe unë kam thënë dhe përsëri prapë. Ndaj 600.000 pensionistëve, të cilët u jepin më pak se 200 euro, po është kryer dhe po kryet një krimi i gjenocidit. Një lloj siç ka bërë gjermanët me çifutët në luftën e dytë botërore. Nëse duan fakte, jam gati të ballafaqoj me këdo të brendshëm dhe të jashtëm për këto probleme, duke faktuar një për një. Zonjë Dyshniku, ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit dhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shimin në intervistat tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.